Një mbajtës familje, me mbajtë një familje me këto paka, kjo është jashtë normales. Së më rinë asë një familjar me mlu hargjimet e familjes. A ju vjen turp kur dilni para fushatave zgjedhore në për kompani private? Filluan të mblidhen në qendrët e kryeqytetit. Kështu punëtorët e sektorit privat një muajin ditën e punëtorëve e kthyen në ditë proteste. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër padrejtësive, ata marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti drejt ndërtesës së qeverisë së Kosovës. E kërkesat e tyre ishin të njëjta, paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Me rrogë minimale, punëtorët thonë se mezi po ja dalin me jetesën. Po na vështirëson jetën se na fëmijët tonë s'po mundu me gëzu kur. Vanesa rrogave neve po na shkakton shumë vështirësi. Pagesën e rrymës, pagesën e ujit, borllogut, ata neve nuk po na presin. Atëherë po dënohem. Një mbajtës familje, me mbajtë një familje me këto paka, kjo është jashtë normales. Kjo është jashtë normales. Nuk ekziston kërkun botish. Shef në rinia ku po na ik. E rritja e çmimeve po e rëndon edhe më shumë gjendjen. Është pengesë e madhe për çdo familje. Së më rinë asë një familjar me mlu hargjimet e familjes. Shpenzimet po rriten çdo ditë, gjërat esenciale, vështirë po përmbushen, shumica e trajtime mjekësore kërkojnë orientim privat, që për ne është sfidë financiare. Në protestë u dëgjuan edhe akuzat e drejtpërdrejta ndaj institucioneve. Deputet të Parlamentit të Kosovës dhe qeveri, a ju vjen turp kur dilni para fushatave zgjedhore në për kompani private dhe deklaroni se do të luftoni me mish e me shpirt për punëtorët e sektorit privat, ndërsa në fakt luftoni për veten. Kryetari i Federatës Sindikale të Punëtorëve të sektorit privat e cilësoi situatën si të padrejtë krahasuar me sektorin publik. Ne sot po marrim pagë 239 euro. Ta njerëz të cilët vërtet gjakun ton po na e marrin me pambuk dal dhe nga dal. Të nderuar të pranishëm, sektori publik mori pagën e 13, u gëzuam shumë sepse menduam që edhe ne do t'i marrim. Është një padrejtësi të cilën vetëm punëtorët e sektorit privat Kosovës mund ta mbajnë mbi barrën e vet. Në këtë protestë u kërkua dhe krijimi një fondi për punëtorët që humbin jetën ose lëndohen në vendin e punës. Për shkak kohëve të fundit janë raportuar raste të shumta.